Mirëmëngjesi dhe gëzuar ditën e premte. Sot premte mendova ta ndaja ditën time me ju. U zgjova herët sepse duhet shkoja në punë, bëra vetëm skincare, nuk vendosa fare make-up, vesha një fustan të lehtë që mos kisha vap gjatë ditës dhe pastaj konsumova mëngjesin. Këto ditë jam duke pirë edhe disa ilaçe për një alergji që më është shfaqur kohët e fundit. Bëra gati një banane dhe disa arra për t'i marrë me vete në punë dhe isha gati për të dalë nga shtëpia. Ju lutem një moment për çantën. Punën e kam afër, kështu që shkoj në këmbë dhe një moment për kroksat. Hëngra edhe këto biskotat përveç bananes edhe arrave dhe në orën 4 lash punën dhe u nisa për në shtëpi. Unë ndërova dhe hëngra drekën shumë shpejt sepse kisha një orar për pastrimin e fytyrës direkt në orën 5. Tu po shkria komplet nga vapa sepse makina ishte bërë furr dhe unë duhet të prisja sa të fillonte të punonte kondicioneri. Këto ditë më dukej sikur s'kisha marrë fare kohë për veten time dhe ky pastrimi më nevojitej me se s'bën. Arrita tek Kinas Beauty Center dhe pa humbur kohë fillua me pastrimin e fytyrës dhe me gjitha procedurat e nevojshme. Pastaj prap duke nxituar për në shtëpi që të bëhesha gati sepse e kishim lënë për dalë me goca. Ishte veshja që zgjova për sot, make-up nuk kisha bërë fare, lyeva vetëm buzët sepse ka pastrimin që kisha bërë nuk duhet ta ngacmoja fare fytyrën. Ndelim një 2 orë në lokal, qeshëm shumë dhe kur u ktheva në shtëpi fytyra ime dukej kështu sepse unë kisha shumë pika dhjamore të cilat duheshin pastruar me agë. Pasi hoqa dhe bizhuteritë që këtu i kisha harruar vendosur, isha gati për gjumë. Natën.